Në kuadër të fushatës globale, 16 ditë e aktivizmit, kundërdhunës me bazë gjinore, Organizata Art Polis, Qendra për Art dhe Komunitet, në bashkëpunim me Parlamentin Studentor dhe Universitetin e Prishtinës, me mbështetje të UNFPA-s, ka zhvilluar sesionet të ndryshme informuese për studentët e UP-s, lidhur me rregulloren e UP-s për mbrojtjen nga ngacmime dhe ngacmime seksuale. Gjatë kësaj fushate, ekipet e Art Polis dhe Parlamenti Studentor kanë punuar për t'i prezantuar studentëve të ri informacionet kryesore të kësaj rregullore në mënyrë të qasme dhe praktikme. Për këtë arsye, është krijuar një poster me QR code përmes të cilën studentët mund të qasen lehtësisht në shpjegimin e qartë të asaj çfarë përbën ngacmimi seksual dhe ngacmimi, tekstin e plotë të rregullorës së UP-s, hapat dhe linkun zyrtar se si mund të raportohet ky rast. Ky mjet informues synon të bëjë procesin e informimit dhe raportimit më të shpejtë, më të sigurt dhe më të arritshëm për secilin student, duke ofruar qasje të drejtë për drejtë në të gjitha burimet e nevojshme. Art Polis dhe Parlamenti Studentor i UP-s mbeten të përkushtuar në krijimin në një mjedis universitar të sigurt, të dinjitetshëm, pa ngacmime, duke vazhduar punën drejt fuqizimit të studentëve dhe përforcimit të mekanizmave të raportimit. Atëherë, ne si studentë të Universitetit Prishtinës, padyshim që mirëpresim këtë iniciativë të Parlamentit Studentor, por edhe të organizatës Art Polis, për shkak se unë besoj që kjo rregullore miratuar edhe në Universitetin e Prishtinës, ka për qëllim të informoj studentët mbi një rregullore që gjendet aktualisht në UP për mbrojtje dhe të drejta ndaj ngacmimeve seksuale, që potencialisht mund të ndodhin edhe në hapësirat publike. Unë e di që ka pasur debat nga gjatë zjarrt edhe në mesin e Universitetit të Prishtinës, por unë besoj që kjo rregullore veç e plotson edhe e përmirëson imazhin e Universitetit të Prishtinës, për shkak se UP-ja tregon që ka guxim të merret edhe me raste të tilla nëse veç ato janë prezente në universitet. Padyshim besoj që universiteti duhet t'i paraprijë ndryshimeve shoqërore dhe shpresoj që gjatë vendosjes së këtij posteri që tashmë gjendet prapanesh, edhe studentët të jenë në dijeni që ekziston një rregullore e tillë. Ky poster do të shpërndahet po ashtu edhe në 14 njësitë e tjera akademike. Ne shfrytëzojmë rastin të falenderojmë edhe rektoratin, por edhe fakultetet për lejimin e vendosjes së këtij banere.